Shitja automjeteve të Mercedes-Benz ka rënë me 10% vitin e kaluar. Kompania me bazë në Stuttgart ka konfirmuar se shitja e makinave ra me 9%, ndërsa ajo e furgonëve me 11%. Në total, Mercedes-Benz shiti rreth 2.160.000 automjete vitin e kaluar. Nga kjo shifër, pak më shumë se 1.8 milion ishin makina dhe 359.100 furgon. Modelet plotësisht elektrike përbënin më pak se 1 në 10 makina. Faktorët kryesor të rënies së shitjeve ishte rënja e fuqisë blerëse në Kinë, deri në nivelin prej 19% dhe tarifat e presidentit amerikan Donald Trump që ndikuan në shitjet për Amerikë me 12%. Në Gjermani, Mercedes mbeti në nivelin e vitit të kaluar me 213.200 automjete të shitura. Prodhuesi konfirmoi se 2025 ishte një vit i vështirë, edhe se fitimet në 9 muajt e parë ju përgjysmuan në rreth 3.88 miliardë euro. Të ardhurat në këtë periudhë ranë me 8%, në 98.5 miliardë euro. Kompania planifikon të prezantojë shifrat për vitin e plot financiar me 12 shkurt. Edhe në 2024, Mercedes shënon një rënje të ndjeshme të fitimit si dhe ulje të ardhurave. Për këtë arsye, Leadershipi nisi një program kursimi për të kursyer humbjet dhe për të rritur përfitimet një vit më parë. Kjo pritet të arrihet, ndër të tjera, përmes një programi të largimeve vullnetare për punonësit në sektor jashtë prodhimit.